Ne kemi sot një kryeministër i cili para 13 vitesh u bën të thirrje shqiptarëve dhe u thoshte shqiptarëve se qeveria e mëparshme e tij kishte shpenzuar $1 milion në kuadër të 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë pa u konsultuar me qytetarët. Aman në një ditë të vetme, në një minutë të vetëm, i jep 4 milion euro një këngëtari të huaj, pa pyetur as zëvendës kryeministër, pa u konsultuar as me një njeri të vetëm. Si e keni parë Çka këtë do shumë? thotë që Nuk e mendoni që kjo ka ardhur si pasojë që të rrisë ekonominë e vendit, turizmin? Pse festimi i 100 vjetorit pavarësisë nuk ishte rritje e ekonomisë vendit? Nuk ishte imazh për Shqipërinë që shtonte turizmin që të gjitha ishin dhe ishin më të theksuara, ndonse jo në këto përmasa, sepse koha bën punën e saj. Por këto janë thjesht justifikime. Thelbi së vërtetës është se kryeministri i vendit tonë sillet me Shqipërinë sikur ta kishte pronën e tij, të babait të tij, të dajos së tij, apo të njerëzve të tij më të afërt. Ky është thelbi dhe këtë e kam theksuar në analizat e mia që para shumë vitesh. Me titull madje të tillë që Edi Rama nuk mund të jetë pronari i Shqipërisë. Në fakt, ai u shndrua në pronar. Por e menaxhon. Nuk është menaxhim të marrësh paratë e mia dhe të qosh ku të duash ti. Po për sa kohë kemi zgjedhur ato, ai do të na i menaxhoj paratë, profesor. Gjithçka planifikohet, miratohet në parlament dhe pastaj menaxhohet. Por nuk është menaxhim nëse ti mi merr mua paratë e mia pa më pyetur fare, i investon atje ku ti ke